friends, welcome back and happy Friday. Today is July 3. Another vlog in my wizarding diary. Kështu që pa u mërko, po fillojmë. Ja ku jemi dhe ja ku po fillojmë një another video, another wizarding, another something, another. Edhe është dita e tretë me 1st July, 2nd July, edhe today me 3rd July e kemi me new vlog in my wizarding diary, edhe kështu që kemi fillu me wizarding diary dhe wizarding world e kemi ndërpri për këtë vit. Kështu që te shohim çka kam ndu kam bu change something. Tani do t'i tregoj, kom vendos diçka sot këtë mëngjes kom punu, edhe piu kallëzëm as pari, edhe po dolim. Ja, dhe një another decor për my Dark Academia, Green Academia, deri sa të bëhet Green Academia, kështu që shiko se sa bukur, sa mirë, fantastike, dhe shiko, ka qenë kjo këto edhe kjo këtu. E kam vendosur këto, shiko se sa bukur fantastike që lidhet me këto si një mbretëri e bukur. Shiko këtu se sa të mira, sa fantastike, që tu ishin shumë të mira, e vendosa këtu edhe këtu. Shiko se shumë mirë po duken. Vazhdojmë deri këtu dhe këtu vetëm e kemi pas që kjo përin bukur që tu po më pëlqen hona me qito dhe këtu. Atëhere shiko se si është bërë tashti kështu me këtë pjesën këtu edhe kështu. Një që si tjetër që shtut e kam, por nuk po dija me vendosën qëtu, për mu bo me dy copa atje kështot. Akuma nuk po di, është kjo këtu, qëtë pjesën qëtu fantastike bukur po duket, që atje nuk po di që a me shkrujt Diagon Alley, apo me shkrujt Magical, apo me shkrujt Alexandrie, apo ndo një gjë tjetër s'po di, por që kështët. Kam provu me inteligencë artificiale me Greeni, shumë bukur, por edhe me siguri, dal nga dal duke e bërë dekorin e my room Green Dark Academia, kështu që e bëjmë edhe me Greeni këtë pjesën këtu kollar, edhe kështut.
të më dha. Farë gjithë, si të Harry Potter. Oh my god. Shiko se sa interesant afër lumit këtë. Shiko. Shiko, duna ti fotografoj. Wow. Shiko, kjo shiko. Nuk pas na pa qësine, por ja ku janë edhe këtu të voglat. Magical beam. Shiko me të lumi tjetër të uji tjetër. Këtë. Wow. Shumë i da këfejnë sa shumë ka lule të cilët do t'i marim tash pakës për me shkë se sa të bukra shumë ka dhe qëtu i ka mjell do asi ma nane apo shmetoj menta Shiko ku janë këtu edhe po e vaditi për me pas apo dalin are në vitin tjetër të shohim. Kështu që shiko, pa dojmë i marrë tash do e masi jo kalzej ka i qes. Ok. S'ka buku po frinera. Çfarë lule janë qëtu, që kanë dalë të vogla. Si duket po do me rashi. Ashtu kjo vrantuar. Ja, ku jemi tani në shtëpi. Kemi marrë disa gjana. Kemi bler prap. Është nxehtë, po është në vranë. Oh my god. Edhe kemi marrë lule, i lash në kuzhinë, por që të shohim për mi rregullu. Edhe po i ndrojmë qëto tisha, për fishin pak ma të shkurta.
e pat, lulet, bukur, disa rregullova, disa ndreqa jashtë nxehtë dhe çka ka filluar për të shpina. Më dhim të marrë 2 bottle, të thirën bottle. Message in a bottle, shiko për summer. Shiko se sa e bukur, sa e mirë, fantastike, porin, shiko e kish peshkun këtu edhe e ka qëto shumë të madhe, se ka qashtë të madhe qëto duhet mja heken, nga çmimi, 2 euro më duket, në... Ok. 90 cent. Ma? 90 cent. Ok, që ka se sa bukur sa mirë, e ka një letër mrena, a është mesazh apo jo, qëto, qëka, s'po di, a mi ja hek qëto, mana me. Ok, pja hekim. Që kjo shumë po bën këto gurt, nuk e di çfarë gur janë, po kam bo shumë me të bardh. Nduna me largu këto gure, me la, me vendos në shta zall, edhe me vendos mesazhe të mrena. Shko ku e kam kështët. Ok, qëta duhet mja hek, edhe another bottle. Shko se sa bukur sa e mirë kjo, kjo me e madhe se kjo. Me e trash se kjo. Po, ndo, madhësia njët. Madhësia njët. Vetëm se kjo me e trash. Kjo ka mërenda lule. Edhe çmimi I kësaj 90 cent. 90 cent. Okej, ja ku I kam. Another 2 shisha të bukura. Mua po m'pëlqejnë dhe po m'pëlqejnë që kanë orë të mëdhaja. Nështë ta ble edhe një kështu. S'po di për këto. Këto të bukura të mira. Vendosët me në gjona. Okej. Çocuğun yanına. Ne olacak? Ya geç çocuğun yanına hadi. İlgileneceğim. Defne, bir geri yat saçlarını. Aranızda da bir yer açın bana. Demir'le ben oraya geçeceğim. Esat, gel yabancı mısın sen? Ja ku jam këtu, po shikoj filma. Kam fillu me vendosë sa filma të frikshëm. Tani kështu edhe temjani im vargjit. Arome mirë po vjen tani këtu edhe që jën ti me ndala.
Dhe kështu që po du me shku me flet, vetëm të isha me përfundu këtë video edhe shiko jemi vetë gata pas shiu tani. Jashtë është bërë shumë ftoftë edhe jemi me dera në mbyllur sepse po vinte shumë ftoftë. Kështu që të shohim. Shiko se filmi që kitë kohën është si e frekshme, si me vrasje. Sot e kemi pa hap letrën e 7 artë aros edhe e kom shkrua letrën e 7 të më thonë në gjë shqip, kështu që ja ku është të shohem apo mund t'i përkthejmë të 78-at. Kjo pa është edhe tëra, sa i përket edhe ditës së sotit që kem përgatitur për këtë video. Gjithë që pëlqen video mja, bëni like, bëni subscribe për pa të gjitha video mja në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.